Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri në teren me Qendrim Kryeziun në segmentin e rrugës më të diskutueshme, Dolz-Gjakov. Me vitet tona nuk u përfundu kjo rrugë, jemi tek një urë që është mbi 120 metra, që 122 metra sakt. Nuk ka arritur të kryen punimet e kësaj ure, ndërkohë që aksidentet me fatalitet në këtë segment rrugë nga Dolzi në Gjakov shkaktuan pikëllim të disa familje dhe duket se ky pikëllim nuk rëndoi edhe mbi udhëheqësit e shtetit. Fatkeqësisht, meqense po shohim ende punimet e vrashta ndërtimit kësaj ure, konstruksionin, po e shohim që nuk ka përfunduar fare. Jam me Qendrim Kryeziun këtu, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike të kësaj legislature që nuk arriti të bëhet, por që vazhdon ende të jetë në teren për të alarmuar dhe raportuar se cilin shqetësim që lidhet në rënd parë, jo vetëm me një infrastrukturë më të qëndrueshme, moderne, por një infrastrukturë që shmang, prevenon fatkeqësitë në komunikacionin kryesor. Ishëm në Badovs me një problem madhor ambiental që ka të bëjë me bërllogun, me plehnat që ja bëjnë këta qytetarë, dhe sot jemi këtu te infrastruktura. Ato probleme që ishe edhe me shtat, para shtatë të qershorit. Kam të regu që nuk e kam njëtë munal, kam e të shfaqë se cilin problem, po këtu pse e marrë është një arsye shumë e thjeshtë. Kjo urë këtu, që po ndërtohet, është 122 metra e gjatë, dhe ka një nalësi prej 12 metra, dhe të dy urat, se në dy ura këtu, kanë kushtu rreth 2 milion euro. Në këtë distancë janë dy ura? Dy ura. Njëra është për drejtim Gjakovës dhe tjetra nga kthimi prej Gjakovës. Dy ura rreth 2 milion euro. Në Mitrovic, një urë për Këmbësor, dy ura për Këmbësor, që i hapi Albini, po të njëjtën qeveri, atje kanë kushtu 2 ura 3 milion euro. Një qeveri me 2 standarde. Një qeveri me 2 standarde, dhe me standardin më të riun, se këtu ka qenë me tender të hapur, ku kanë pas mundësi me apliku këtë kompanit, këtu është fitu tenderi me rreth 2 milion euro, ndërsa para 2 jave në Mitrovic u hap një tender i një kontratës një burimore, nuk i ka përmasët të njëjta, nuk e ka gjatësinë e njëjtë dhe nuk e ka lartësinë e njëjtë. Edhe është 4,4 milion euro. Çka tregon kjo? Kjo tregon që janë të vjedhë më të madhe. Dhe kur ju them janë superhajna, populli duhet me fillu dhe me besu se për një me këta janë superhajna. Ku ka qenë tenderi hapur, që kanë marrë pjesë plot kompani që është ty me zeti, cila me fitu tenderin, kam rritë shpimi rreth 2 milion euro. Për 2 ura. Shpimi real në ekonomi tregut? Shpimi real në ekonomi tregut rreth 2 milion euro 2 ura. Në Mitrovic, pa tender, 3 milion euro 2 ura. Një tender, 4,4 milion euro. Dhe as njona nuk e ka, as gjatësien, as lartësien. Te ura hibrit ku kalojnë Këmbësorët është mbi 4 metra gjys 5. Nga 2021 mos më përfundu kjo rrugë. Aty nuk e di Unikatili ka një kont të fundit që hit me një tekst tjerë zakonshëm, copa. Unë gjeti popullore me gjas. Ai ka shpreh rënkimin e tij në fakt mbi humbjen e vdekjes së vllaut, por këto thujse copa gjithë ky segment rrugë tu bon. Gjepni copa atje, jep tenderin, shtroni copa aty. Problemi këtu në Kosovë është që tenderat po i dhojnë mu kry punë për 4 vjetë që i me rrejt popullin me thonë që sajrë shkujna të e shtu ka një urë. Qysh e kena nëzonë Albinin të mënu 20 metra asfalt me preshirit. Kjo është keq, se në qeverisin e Partisë Demokratike të Kosovës, kur është marrë autobani mu kry, është kry për 1 vjetë e gjys, edhe në kry 220 km autoban. 2 autostrada Ibrahim Rugova dhe Arbër Gjaferi. Kur i kënë dëgju aksidentet me fatalitet që ka ndodhë këtë rrugë? Për zotën më dhime si me qenë familjarët me. Sepse gjdo notë nuk ka shansa kur shkojnë në shtëpi pa e thirë 3 kryemenaxherat e 3 kompanive, a e në shku stafe mirë në shtëpi. Aq me merak je? Merak sepse rrugë nuk du me më lëndu as një punëtor në rrugë. Dhe rrugën për Prizren ma bojnë ma shumë se 7-8 punëtor, rregullisht, dhe ndina gjithmonë me një farë frige si mos me gjenë diçka. Sepse aty është shpejtësia, ma dhe dikush nuk e din, me ndonë që është në autovull, edhe aty është shaja 130 në orë, kur vjen të shaja tabelat jenë 50 metra distancë,
Edhe në 50 metra distancë nuk nalet vetura 130 km/h. As ndimër, as tash në verë. Sepse kushtet atmosferike bojnë vetën. Kjo është gjendja, do të thotë që këtu e në arë me bo sot krahasimin e urave. Ndërsa për vonesën e punimeve i kanë faje qeveria, nuk janë shoparet. Copa marron punën. Copa kur s'ka më kryja si punë. Sa herë shkojnë ki me gjithmonë se kanë më orë ata njerëz të ligë, marrë me vjetë edhe një 2-3 fjarë maturë këtë. Ai do të më qumë shku me blemi marru dhe njerë, prej fillimit me hi punës, do të thotë puna që nuk hecë rregullisht, me orar, me intensitet plot, nuk kryet asjerë. Edhe nga pamjet që ke marrë prej dronit, shihet një kërcënim për ngasjen në trafik. Nga ajo pjesa e Gjakovës që vijojnë drejtimin për Klinë, dhe nga pjesa Klinës që vijojnë drejtimin për Gjakovë është një bypass, ta them ashtu, i lehtë, por që shndrohet në kërcënim. Nuk është i lehtë, por shumë i rëndë. Shndrohet në kërcënim. Se rrugën nga Kramovike e ke drejt. Po. Edhe kur vjen aty natën ai nuk sheh. Në anën tjetër pashtu e ke drejt. Sinjalistika pashtu e dobët. Sinjalistika tash e dobët. Është shësuese. Atje ku është 130 e ki edhe ma keq, se këto që është 40 gjithkon tabelat, 50. Po këtu problemi është pse në një qeveri, ku është nderi hapur... A mund me ju tregu njerëzve pse Kryezio je përsëri në terren? Zgjedhjet u kryen. Sepse e kam vendos me hy në parlament. Zgjedhjet nuk janë kry. Zgjedhjet Albin Kurti ka desh mi bo në gusht. Bile, edhe sot mëngjes, edhe dje kam pas telefonata nga familjarë të deputetëve, që i kam shok të vetëvendosjes. Pa keni me bua ankesa edhe në Supreme, tha shoh, po edhe në rezultat përfundimtar shtirë shkërin deti. Se na ka thonë Albini, tha, rreni kësaj dhe se keme shku, tha, në zgjedhje prap. Kështu që po ju them, që ish lirë le shkojnë deti prap, edhe ata që s'm kanë dëgju, edhe ata tjerë, se na... Po për çka po shkon në vend ngjarje, çka po me shku mi tregu çdo qytetar të Kosovës. Se qeverit e kalume me 4 miliardë euro kanë kry mbi 1 milion punë. Ndërsa këta me 22 miliardë euro, le që po vjedhin në ura, po edhe pja akuzojnë ata tjerë të përhojna. Kjo urë, 2 ura, 2 milion euro. 1 urë, 4,4 milion euro. Edhe plus, lartësia dhe gjatësia dalojnë. Kjo është deri në 12 metra parametra, që ka kostomat madhe më ndërtu, është deri në 122 metra gjatësi, edhe është një rëndësi të veçantë edhe puna shihet që është shumë kualitative se ato ura që kena po edhe aty ofër Bërnicës, fshatit Besjan. Zgjedhje thu ka. Zgjedhje ka gjithsesi, sa Albini ka lyp. Po të më tregu çka? Jam këto mi tregu problemet për ditë, mi tregu që nuk jam veç për fushat. Jam ju tregu se jam zoni juaj, qytetarëve të Kosovës. Jam 24 orë në shërbim dhenit tam. E kam për detyrë me tregu çka është keq dhe çka është mirë, dhe cila është ardhmja jonë, dhe cila është rruga jonë. Edhe pas zgjedhje ke pas video. Nuk e monal. Nuk e ke lidh. Nuk e kam ndërmen monal. Nuk e ke lidh vetëm me zgjedhje, po them të fundit, edhe para zgjedhjeve. Edhe para zgjedhjeve, unë gjithmonë kam qenë kritik, edhe jam disa më thonë një i ashpër, je i vrazhd, po nuk jam i ashpër dhe i vrazhd, sepse puna nuk ka si më qujt ndryshe. Sa të mundon e keqja? Po e keqja më dha në shpirtin më vron. Nëse thonë ajo një llazez, punë të këqija në vendin tem, që 26 vjet, që s'po mujna me gjetë njëra ati, e më zhvillu për para që ajo është të më pengu. Për 2 vjetë e gjysë, një qeverisje, që ka qenë PDK, LDK, ka kry punë të mira. Kur dojna me kry, mujna me kry. Po problemi është si, edhe që të 2 vjetë ju thanë hojna i qutë njerëzën në shpi, që dëshë me punu me ndërtu venin, sot që kuj kanë 2 fishin, janë vish vetë, është vish me një qeverisje, është vish me një shef, nuk janë 2 shefa me vendosë, a pe krym qëta, s'pe krym qëta, me pas penges barë LDK-in, që ka pas PDK-ja. Po sot është vish vetë, vetë vendosja. Me 51% është bosi i shtëpisë, është i zoti i shtëpisë. Si me konë boba i shtëpisë. Kështu si çka më thonë? Dhe me këtë? Edhe me këto s'po kryjnë punë. 22 miliardë euro i kanë vjedhë për veti. 22 miliardë euro i vjedhë. Që ku është 2 milion euro puna, edhe s'ju ka pagu, se më pas pagu më të kishin kry. Të i shku zhag. Ende në fushat, po thuj jem. Po në fushat jem, deri stabilizohet vendi. Panal. Panal. Unë gjdo të keqë që kam ja qiten, i dhimë të kërkujna. Ato kam e tregu realitetin qoftë edhe kompani fituse që mbështet Partinë Demokratike të Kosovës. Për aty 5 pare nuk e dhomë kur punën keq për vendin. Tani po shkojnë sepse jam për qytetarët e vendit tem edhe janë parat e mia mas promi.
Se njëm taksa pagus në 100 kompanitë të shtetit. Jom parët e mija. Dhe parët e mija nuk du me mi vjedhë, se vjedhën o rej mas shumë të mbut. Qa kimi thonë Dimal Bashës për të? Është Dimal- ministër infrastrukturës në detyrë. Po njohëm Dimal Livadhin, e njohëm i mirë. Jo, nuk bën me ofendu. Ajo është Dimal Livadhi, dhe ta tërhek fjallën e vetë Ministër infrastrukturës. Deri ta tërhek ai fjalën e vet, ti kërkon falje krejt nanave të Kosovës, për mua është Dimal Livadhi, edhe gjështu ka me mit. Kur ti kërkon falje krejt nanave që kanë dhonë gjak për këtë vend, ai ka me mit Dimal Livadhi. Edhe ai sot dele tallët, plus edhe ja uron ngushëllimet njerëzve. Po të po shkoj. Nuk është e pamenduar mirë. Po e pamenduar, ai është ministër, le të jep dorëheqje, le të shkon në shtëpi, s'është i dajnë me kry punë. Edhe nuk ka dalë asnjë punë vetë që ka obligative me dalë me këshir punimet, që po i shkojnë, s'është shefi i rrugës sot. Edhe vend se me dalë me këshir punimet, ai nuk del me këshir asnjë. Sa ai shkon me bo planifikime për me vjedh në për ura. E këto s'ka me vjedh, se kjo është ka me tender të hapun, edhe ka marrë çmimin real, kompania, për që ai nuk mundet me vjedh. Ai shkon ai ku është tu bë pazar tash me marr na ure, me marr parat për veti. Është akuzë rënd. Jo mos është akuzë, është realitet, ata njerëzit po flasin 4.4 milion euro një urë, këtu janë 2 milion euro 2 ura. S'është akuzë, kjo është realitet. Nuk është akuzë. Akuzë, kur Jo, ka vjedh është akuzë. Po ato dikush i ka marrë. Ftoj prokurorien me jetu. Kjo kushton 2 milion euro, 2 ura, a atje një urë 4.4 milion euro. Kjo qa po thu... Me çka është e marru kjo? Kjo qa po thu i bje që këta po gërrynë Kosovën? Jo po e gërrynë, po e çkryjnë. Edhe ata, adin që thojnë, veç me lipi ato të nxjerën ka njëherë. Ata dhe të lipijen, tu mos lanë asë njolla kërkon.